e majta amerikane gjithmonë sulmon zotin Trump. Nuk ka asgjë që e majta të pëlqej dhe të mbështes nga zoti Trump. Kanë marrë një sulm të madh mbas rikthimit të zotit Trump nga Davos. Natyrisht që një shërbim të madh i ka bërë dhe lideri global i Ballkanit, duke injoruar rëndësinë e ftesës nga presidenti Trump, gjoja duke shoqëruar të bijin e tij. Pas një protokoll e ka futur në zyrën e ku t'i kurrinte me Metsheu, ashtu siç ka futur pa protokoll me Ganego. Ashtu siç ka futur pa protokoll dhe hebrejin që po blen fabrikat ushtarake të Ramës me $500 dhe i ka siguruar një ftesë në keset. Pse ishte aq i tmerruar Rama në parlament? Sepse gënjeshtra e tij nuk funksionon. Në qoftë se ai do të vazhdonte të shkonte në restorante me Ivanka Trump, kishte kohë të shkonte në Davos, në qoftë se kishin ftuar. Ose mund të bënte si Erdogan, i cili dërgoi ministrin e jashtëm. Pse ishte aq i egërsuar Rama, edhe pse pa protokoll fut në zyrën ku dikurinte me Metsheu Ivankën, dhe pse shante me fjalor palloshi, siç thot Lubia e tij, Laçevitën. E ka kuptuar që ata që u tallën me Ramën në mënyrë një vit më parë, kanë marrë nga helmi i Laçevitës te Suzy Wiles, shefja e kabinetit Trump. Shpjegim tjetër nuk ka. Idiotësitë e tjera që gjoja ka folur në telefon me Trump mund t'i besoj një kinez, pakistanez, mongolian, whatever. Nuk funksionon shteti amerikan si sultanati i Ramës. Sepse të gjithë e dinë që tek zyrat e rëndësisë në shtëpinë e bardhë ai njihet si Klyshi ose Bufoni Shorosh. Që në 16 janar unë e kisha thënë në Fokus që i kanë vënë kryqin në Davos. Nuk do të jetë. Dhe nuk ishte. Do doja që të ndodhte me atë ftesë të bërë nga Kushner, e njëjta gjë që ndodhi me kryeministrin e Kanadas. Me Trump ngjet çdo gjë. Përdoren agent isht të UDB-s për të hedhur idenë se nga SPAK do të largohen njerëz të FBI-t dhe të DEA-s. Pra, Sultani Rama do të shkridhe SPAK. Rrena, mashtrime, sepse grupi Rubios, J.D. Vance dhe Suzy Wiles, mbas informacioneve nga Laçevita, e kanë portretizuar bufonin dhe Klyshtin e Sorosit, i cili kërkon të blej akses përmes fëmijëve të llastuar. Në qoftë se Trump humbet zgjedhjet e mes mandatit, hetimet e para do të fillojnë me fëmijët e tij të llastuar, pra Rama po kontribon për të majtën amerikane për të sulmuar Donald Trumpin. Ishte i egërsuar në parlament. Personalisht, unë nuk do të firmosja kur për një bord që mbështet kriminalin Netanyahu. Por nuk jam në post të tilla as deputet, dhe aq më shumë, opozita nuk duhet kishte votuar sipas mendimit tim diçka që nuk ka ndodhur. Ai nuk ka firmosur. Çfarë votuan ata në parlament? Mund të abstenonin. Dëshira për të treguar dashuri sa më të madhe me Trump si pozita dhe opozita është zero. Sepse nuk dim se si reagon Doni madh. Dhe ajo fraza që janë 2-3 lider që unë nuk i duroj dot, por që nuk janë sot këtu, pa diskutim që përfshihet edhe palloshi Lubi, sepse është Lukashenko, këtë tjetër nuk duron Trump në botë. Trump me të doptit është mos pirfyllës. Nuk është për Putinin, apo për dikë tjetër. Rama do dëshironte shumë që t'i falte të gjithë Shqipërisë Ivankës. Çfarë protokolli ka që shkon si eunuk mendor mbas dikujt që vetëm ka mbiemrin Trump dhe asgjë suksesshme në jetë, e cila përflitet median amerikane që në 6 janar bashkë me Jaredin, mikun familjar të Soros,
kanë dëshmuar kundër zotit Trump. Ndaj ai i zhduku nuk i mori më në administrat, por Kushner është kthyer përsëri për pazaret e Gazës me Witkoff. Por ambasadori Boldo ma thoshte që nuk është aq i fuqishëm sa kujtoni ju dhe nuk e ka certifikatën e sigurisë. Natyrisht që Trumpu duke mbërthyer kur u kthye nga Davos. Wall Street Journal, e vetmja gazetë e djathtë amerikane, me pronar Murdoch, i cili është dhe pronari Fox News, përsëri thotë që Trumpi nuk është i lirë. Kthimi i tij në pozicionin me Groenlandën tregon kufijtë dhe pushtetit të tij. Korniza e Groenlandës e Trump dhe bordi i paqes dominuan Davos. Presidenti u tërhoq nga kërcënimet, duke njoftuar se është arritur një marrëveshje kornizë për të ardhmen e Groenlandës. Ai prezantoi bordin e paqes, shkruan Wall Street Journal, por shqetësimet mbeten në lidhje me ftesën e tij drejtuar Putinit për t'u bashkuar. Një gjë qesharake ndodhi këtë javë që nuk do ta mendoni të mundur duke lexuar narrativën e zakonshme të presidentit Trump, si një përbindës Frankenstein, i çliruar nga zinxhirët për të bërë çfarë të dojë. Ai u tërhoq nga kërkesa e tij për të zotëruar Groenlandën, për ta pasur pronë në tij. Dhe e bëri këtë pasi tregjet financiare, aleatët europian dhe Kongresi Amerikan e kundërshtuan. Narrativa autoritare Trump ishte përsëri e gabuar, shkruan Wall Street Journal. Kjo nuk do të thotë të hedhim poshtë kërkesat dhe kërcënimet shpeshta e zotit Trump. Ato kanë pasojën e humbjen e besimit tek aleatët dhe dyshime për besueshmërinë amerikane. Këto koste janë të vështira për të përcaktuar, por janë reale dhe mund të shfaqen në një krizë të ardhshme. Por realiteti është gjithashtu, pavarësisht retorikës të tepruar Trump, nuk mund të dalë mban që të bëjë çfarë dojë. Ai është i kufizuar nga institucionet amerikane, domosdoshmëria e ruajtjes së aleancave jashtë vendit dhe opinioni publik i matur nga sondazhet, por dhe investitorët, stoqet. Saga e Groenlandës ishte një shembull domethënës. Të shtunën Trump lëshoi kërkesën e tij për të zotëruar ishullin e akullt dhe u zotua të vendosë tarifa ndaj Europës që ta detyronin të bënte një shitje. Opozita u rrit gjatë fundjavës dhe tregjet financiare hodhën një vot vendosur kundër zotit Trump për të ndërprerë fondet për një pushtim. Dhe me shumicë, Kongresi do të kishte votuar që të ndërpriste fondet për pushtimin. Udhëheqësit europian e bën të qartë se marrja e Groenlandës me forcë ushtarake do të prishte aleancën e NATO-s. Dhe çfarë dini ju? Të mërkurën në Davos, Trump lëshoi kritikat e tij për dobësinë e Europës. Shumica prej cilave, shkruan Wall Street Journal, janë sakta. Por ai mohoi përdorimin e forcës. Dhe deri në fund ditës ai kishte anuluar tarifat që do të bënte. Dhe u tërhoq duke pretenduar një fitore me atë që e quajti marrëveshje kornizë, që tha që do të bënte të lumtur të gjithë. Detajet do të negociohen dhe gjërat mund të përkeqësohen. Por lajmi është se zoti Trump shpalli fitoren me kusht që duket se janë shumë më pak se sa kishte kërkuar në fundjavë. Dhe Wall Street Journal ka dalë me tako, Trump always chicken out. Pra e kthen. Dhe kjo tregon që zoti Trump nuk është i plot fuqishëm, shkruan Wall Street Journal. Ai mund të përdorë forcën ushtarake pa miratimin e Kongresit ose gjykatave. Ai mund të përpiqet të qetësojë diktatorët siç ka bërë Obama dhe Joe Biden. Por presidentët mund të shkaktojnë shumë dëme të njëanshme dhe zoti Trump duhet të jetë i vetëdijshëm për rezultatet dhe reagimin nga një sër
votuesish brenda por dhe jashtë vendit. Rënia e NATO-s gjatë mandatit të tij do ishte një njollë e përhershme në trashëgiminë e tij presidenciale. Po kështu do të ishte edhe një fitore ruse në Ukrainë. Çfarë mund të thuhet për bastisjet e AIS në përshtypi kundër emigrantëve jo kriminal, tarifat e njëanshme dhe zbatimi i ligjit kundër kundërshtarëve të tij politik? Të gjitha këto janë të pamatura, asnjë nuk e di, të dëmshme për individ, edhe kur janë të ligjshme. Kur te kalojnë fuqinë ligjore, gjykatat janë në kontroll. Këtë javë shumica e gjykatës supreme duket se është gati të bllokojë shkartimin e guvernatorës së Rezervës Federale, Lisa Cook, ndërkohë që Lindsey Halligan, zgjedhja e tij për prokurore amerikane, e cila lëshoi akuza kundër armiqve të zotit Trump, u detyrua të jepte dorëheqjen. Është e vështirë të dihet se çfarë mund të bëjë zoti Trump më pas, gjë që ushqen ankthin publik. Por ndërsa populariteti i tij bie edhe kapitali i tij politik. Ka një degradim masiv, shkruan Wall Street Journal. Trump në marketing është brillant. Problemet shëndetësore duket se pengojnë. Përse i sulmon europianët, sepse i shikon dobët, tregohet me respekt për Putin dhe presidentin kines. Bordi i paqes mund të jetë një organ konkurrues për OKB-n. Nuk besoj se arrin dot. Për mua ishte një fitore që presidentja e Kosovës ishte aty, pra në çdo trup ndërkombëtar ku Kosova është pjesëtare, unë e vlerësoj. Por që të kthejmë dhe njëherë, lideri global i Ballkanit përsëri u shuplakua, mori një shuplak. Vučić duket që nuk e ka marrë ftesën nga Trump, sepse Vučić e përzuri Kushnerin nga investimet arabe në Beograd. Ivanka dhe Kushner janë sekser të programet e mëdha. Subcontractor është Rama, Castrati & Company. Mbulesa është Ivanka dhe Jared Kushner. Lidhjet e Rothschildit e kanë mundësuar këtë amatoreske. Rama njihet në Amerikë si klyshi i Soros. Dhe është normal, është tek partia e tij. Se Soros ka marrë rreth $300 milion në vitet 90 nga Banka e Shqipërisë, nga miqtë e Ramës. Dhe ka financuar dhe mbështetur gjithmonë mbetjet, hije dhe sigurimit të partisë kriminale të Hoxhës. Rama mund të ketë më shumë para se Trump dhe familja e tij. Po para të pista, të gjakta, të vjedhura. Do të shkojnë në parlamentin e Izraelit sepse ndërthurësi është një korruptuar në radarin e agjencimeve amerikane me lidhje me Mechanical. Media shqiptare në lidhje me Amerikën është amatoreske. Nuk e di se si guxojnë që thonë do të vinë në datën kaq, do të tritet, nuk ka nevojë që Rama të vi këtu. Ramën e ka ndaluar një herë në JFK, ai e di mirë. Dhe dëshminë nëse ka nevojë merr spak. Në atë zyrë ku ai futi Ivankën, ku ka futur Mechanical, mund të kenë shkuar sepse FBI ka një shef stacioni dhe më shumë se 20 vet janë të spak. Shpresa e shqiptarëve është spak. Zoti Trump përfaqëson të djathtën. Fëmijët e të llastuar e dëmtojnë. Steve Bannon ishte strategu dhe ideologu Trump. Sille në mënyrë përbusëse me Ivankën dhe Kushner në shtëpinë e bardhë sepse shikonte nivelin e tyre shumë të ulët. Steve Bannon ka shumë fuqi tek MAGA, Kushner dhe Ivanka nuk ka. Zgjedhjet e mes mandatit do të jenë përcaktuese. Nëse Trump humbet Kongresin, Zoti mos e dhënë dhe Senatin, hetime pafund ndaj tij do të nisin me fëmijët e llastuar. Ramës ja vun kryqin në Davos. Nuk e ftuan, ja u thashin 16 janar. Iku dhe nuk votoi.
o sot si çmendur në parlament. Për mendimin tim dhe opozita nuk ka pse të kishte votuar diçka që s'ekziston. Por politika shqiptare nuk luan njësoj me politikat perëndimore, fatkeqësisht. Dhe kemi një gjykatë kushtetuese që tallet me votuesit. Shqipëria ka nevojë për një republikë të re. Shkrirjen e gjykatës kushtetuese, shkrirjen e parlamentit, mandatet kufizuara dhe personalisht dënim me vdekje për korrupsionin qeveritar, si në Singapur. Ndryshe nuk shpëton nga ky kancer i madh, nga një njeri sa mediokër, delirant, që para një jave ishte pro Kinës kundër Amerikës, dhe tani barkas mbas vajzës mbretit, se kujton që Amerika është një sultanat si ai nga Sorrel. Nuk është as pak kështu. Kudo në Shqipëri.